e ku durojmë. Të gjitha do të diskutojmë në këtë pjesë të emisionit me panelistët e mi në studio. Me mua në studio kam Albanën edhe Arnorin. Faleminderit shumë që jeni edhe sot me neve. E në lidhje të drejt për drejt do të kemi edhe Orihidea Imaduna. Do të kemi pas pak në lidhje të drejt për drejt edhe Orihidean, por po nisim diskutimin kësaj radhe me qenë se je i vetmi mësafir burr, i kemi dy gra në këtë përbërje. Arnor, mendon që jemi shoqëri që edhe kundërshtimin edhe ato që s'na pëlqen e themi haptas pa frikë. Unë mendoj që zakonisht si vend që jemi, shpeshherë nuk guxojna mi thonë mendimet e cilat na i kena. Kjo na mungon për shkak të guximit, por edhe shpeshherë nuk dëshirojna me pas këtë shkuptime me tjertë, i kalojna gjanat në heshtje, apo nuk dëshirojna me prish atë comfort zonën që cilën tona apo pashën cilën na jena. Dhe kjo vjen ndoshta deri të hajtë e kalojna që të pjesë mos të merrem me dikon. Unë për shembull gjithmonë nisem për vetës tam personale, momentin që kam jo me një rreth shoqëror apo me një trajnim apo me një vend punës, momentin që nuk më pëlqen mendimi dikujt, unë e shprehe edhe e kundërshtoj. Po gjithmonë kundërshtimi jam vjen me mirësjellje, me respekt, me argument edhe me bazat të fakteve për një çështje të caktuar. Po kundërshtim, faktikisht mënyra se si pritet a jena tani në anën tjetër kur kundërshtojmë dikë parasysh sa jemi shoqëri që edhe kemi hatërmbetje. Për shkak të hatërmbetjeve gjithmonë njerëzit edhe pritojnë me kundërshtu, po në të paktën kundërshtimin kur e kam, nuk e marr në formë të konfliktit, apo që du me nënçmu tjetrin, apo me përbuz për mendimin e tij. Thjesht të shpreh mendimin tem, ndoshta edhe më me kon gabim se njerëz jem gabojnë, po të paktën çysh e shoh në një situatë caktuar, ose kur e di që kam një fakt apo argument caktuar për temën të cilën ai po shpreh një mendim, unë e thom edhe pas fare si japi, të paktën mendimin tem e kam, edhe nuk e luj atë mendimin tem, e di që i qëndroj edhe në sekretum kthehen kundër, unë e kam guximin mjashtë prej dikujna, po gjithmonë nisna me respekt, me mirësjellje, edhe të paktën pa e lëndu tjetrin, pa ja ulë atina mendime. Sa i mos me pas mendimin e vet, ndoshta dikush pajtohet me mendimin e personit tjetër, dikush pajtohet me mendimin tem, po të paktën e shpreh ato çfarë mendoj. Unë gjithmonë jam kon kështu, si në pozita menaxheriale kur më ka ra puna me punu, momentin që për shembull grupin që e kam pas në udhëheqje, e kam pas që ju ka bu padrejtësi në shtapi grupi tjetër, unë i kom marrë ato shpatat dhe ju mundu me mbroj grupin tem me mishë e me shpirt. Ka njerë në pozitën, ka qenë përgjithësia jotja. Jo, ka njerë edhe nuk ja vlen, se momentin që mu më ka ra me punu në regjistrim për policisë, i më kam bikëshërës, ja kanë marrë për shembull një kompleks banesor dikujna ti ke mujt mos mu përzi shumë, hajt ta kanë marrë merti një tjetër. Po gjithmonë një mundu që mos më alon për shembull me aq, pse ka ndodhur kjo? Kështu gjithmonë një mundu me i mbrojt. Po tani na nuk shpeshher nuk reagojna, sepse kur i kena dikon për mi vete, për shembull jena në një pozitë punës, nuk reagojna se dina që tani çaj reagimi jon ka më na kushtuar shumë shtrejt, se që ata shefat e punës që i kena, ta shtrajnë zullume për një javë, për një 2 javë, ndoshta edhe rrezikon vendin e punës se dikush mendon që unë tash jam shef, jam boss, unë gjithmonë kam drejti, nuk ki drejt. Po gjithmonë për çet arsye edhe njerëzit edhe hezitojnë me kundërshtu. Alban, së pas te, ma shumë jemi të gatshëm me thonë gjanat në sy, apo me ra tërthoraze, ose në folët dhe mbrapa shpine? Kushtrim, unë e kom atë karakterin tam që gjithmonë pretendoj për mi thonë gjanat në sy, mirë po shumicat të marim për të keq. Ato mendimi i lirë gjithmonë është mirë për më shprej, po jo çdo kënd edhe jo në çdo rast. Ki raste caktuar për shembull që ti mundosh për mirë te çata njerëz, mirë po ata ti marrin anët negative të asaj që ti pjuthuan. Këtë varet prej far kategorijet njerëzve ju të taku, mënyra që ti po shprehesh, mënyra që shpe kritikon që ato ose për kundërshton palën tjetër. Për këtë arsye e mira kretë vështë që më thonë është sy sanet, po të na është pak ma një barë shumë e madhe, se jo çdo herë mund është mi thonë sanet që shti i menon. Pse nuk mund është çdo herë mi thonë sanet, që faktikisht 100% ashtu si që i menon dhe si që realisht ti e vlerëson një situatë? Së pjesa tjetër mundet me marrë ato që ti pjatu me një kontekst shumë të keq. Jo ashtu qysh ti e shet qatë problem ose qatë laf ose qatë muhabet që i të e bohen, edhe e marrë në atë kontekstin negativ që ti pjatu. Po flas të pjesa... Gjithmonë në thua që
gjanat mirën edhe me prapavi. Po, çdo herë, të shumica e njerëzve këshyrin e marrin ma shumë në shoh dhe në rrethin tam shoqëror, për shembull këshyr me ta marrë që ato të keqen, jo atë pjesën e mirë, atë këshillën toane ose ato të mirat që ti pja thu, po këshyr me nxjerr një kontekst ma të keqin të mundshëm prej asaj kundërshtimit që ti ja ke bëu. Po, e kemi edhe Orideja në lidhje të drejt për drejt. Orideja, sipas teje, pse shoqëria jonë është më e prirur që të duroj, po themi kushtimisht, se sa të kundërshtoj haptas? Përshëndetje, fillimisht ju përshëndes edhe pjesë dhe juve, si gjithmonë. Jemi pak më të rezervuar për shkak që jemi të shtëpi që jemi me respekt pushtetit, asnjë gjë në pushtet. Të më të vjetrit, të patriarkut, sidomos edhe në sistemin edukativ vlen shumë kjo. Metodologjia që ka përdorur edhe mësimdhënësi, ka qenë shpesh ndoshta edhe me një nuancë të pushtetit që është dashur me respektu pushtetin, ma shumë se që e ka, domethënë mësimdhënësi, ndoshta ma shumë se sa edhe s'pëthem përmbajtjen, po edhe idenë e asoj mbledhje që bëhet në klasë. Pra, ma shumë ndoshta se edhe vetë procesin, edhe ma shumë se sa vetë misionin që për cilin mësuesi ose statusi mësuesi dhe vlen në klasë. Jemi të lidhur pra me këtë idenë që duhet me qenë të nënshtruar. Kjo nuk është gjë e keqe gjithmonë. Domethënë nëse ti e respekton një institucion, sidomos një pushtet të caktuar. Po gjenerata ka dallim gjithmonë për gjeneratës tjetër globalisht. Gen Z-ja për shembull njëhet si gjeneratë që nuk e ka problem me shfaq mendimin e lirë. Nuk e ka problem me shfaq edhe në kundërshtim me gjeneratat e tjera, me pushtetet në tjera të cilat unë i përmenda. Qofshin ato në edukim, qofshin ato në punë që përmendën edhe kolegë në panel, qofshin në shoqënia ose diku. Por ne nuk e kemi ritmin që globalisht i përndjek shtetet më të zhvilluara që kanë pas zhvillime edhe ndryshime të gjeneratave të njëpasnjëshme. Gen Z-ja edhe gjenerata tash Gen Alpha dhe të tjerat e kanë bërë këtë dallimin më të madh. Le të themi ose kanë diskrepancë pak më të madhe edhe këtë dallimin më të vrejshëm, më lehtë edhe në bisedim të çdo dite. Ndërkaq që gjeneratat e tjera kanë gjetë një shkërirje, kanë gjetë një mes, kanë nisë me reflektu më shumë për të përbashkëtat se sa për dallimet që janë mes gjeneratave. Edhe ajo që thash më herët ka ndikuar edhe ideja që në një mënyrë një tjetër shoqënia është e funksionuar ashtu që me respektu pushtetin me a priori. Gjë cilën është diçka që e determinon këto gjenerata të reja që kërkojnë racionalitetin ndoshta para asaj që me u respektu a priori. Unë jam pak skeptike edhe sa duhet në shku në këtë aspekt, sepse mandej po kalojmë shumë shpejt edhe në ekstrem. Jam prapë e idesë që unë i takoj vetë gjeneratës Gen Z, po mendoj edhe si studiuese jam e kësaj gjenerate, po mendoj që duhet në shku prapë se prapë me një farë grade, ose me një farë rrjedhje pak më të ngadalshme. Por ideja mund të themi që Gen Z-ja në situatat të caktuara të kalon themi edhe të drejtën e kundërshtimit, mos të arrin tek nivelin ndoshta nuk është vetëm shprehje e mendimi, por ndoshta edhe neglizhencë e situatave. Andaj po ta shkojmë direkt në një ekstrem, të dosh më u përshtot, të dosh me njek trendin, me njek trendet që janë globaliste, po kalojmë direkt. E që për kontekstin ton duhet më marrë hap pas hapi. Unë për veti jam në një pozit, në një akademi, në një shkollë, në Prime Academy, që kemi të bëjnë edhe më nxënësa prej klasës fillore, dhe më thonë prej parashkollorës deri me tritur. Edhe të njëjtin e kanë këtë tendencën që me reflektu, direkt me shpreh mendimin, ndoshta ndonjëherë edhe tu harru edhe vendin, tu harru edhe pozicionin edhe misionin, sepse ka kap kjo ritmi i kësaj gjenerate, e që për ne, për kontekstin tonë, edhe për prind mandej është edhe më vështirë, edhe për shoqërinë ka me qenë më vështirë, sepse jemi në një kontekst caktuar që duhet edhe metodologjia me qenë e përshtatshme për kontekstin. Po shkojmë me hapa shumë të shpejt
që për mu nuk është, të më thonë, nësa shkoj me hapa shumë shpejt, tu a ka për ritmin e tu balancu kish me qenë mirë, po ikim pak balancave e po dolim direkt në kundërshtim. Është tjetër gjë me thonë mendimin e lirë, është tjetër gjë me kundërshtu për gjithçka, është tjetër gjë me thonë mendimin e lirë, edhe tjetër gjë me rrit standarde, po ato standarde me qenë ditheshta. Këto gjenerata po shkojnë drejt asaj që përdojnë lirin, me hap përtej të drejtës, me hap edhe në atë pjesë ku hynë përgjithësit mandej. E përgjithësit nuk po janë të barazvlefshme në atë pikë. Nuk po mbohen me të njëjtën tempo sa po dojnë me i pompua ashtu le të themi të drejtat ose lirin e shprehjes edhe diçka që okej, jemi për atë, po deri në një pikë ku nuk e cënon tjetrin, në një pikë ku nuk e cënon qoftë institucionin, qoftë marrëdhënien që ki me dikën, qoftë edhe vetë misionin e qoftë edhe një bisede ose të një punë të cilën e ke. Prandaj po them, po shkojmë me ritme shumë shpejta, që ndoshta ndonjëherë të pamatshme, edhe të pa menduar mirë. Po prej pa e matë dy herë një bisedë. Po, Oridea, faleminderit shumë për këtë inkuadrim në Rreth Rrotull. Faleminderit shumë, i kishim në lidhje të drejt për drejt Oridean, sociologe, fatikisht që edhe një herë na bëri këtë dallimin në mes të gjeneratave dhe saj përket lirisë shprehjes së mendimit, po edhe kundërshtimit. Arnor Sevasteje, cila ka qenë situata ndoshta më sikletshme ose situata më rënd që shkryuar për shkak të kundërshtimit, qoftë që ka ardhur kundërshtimi prej anës tane ose kundërshtimi që ka bërë dikush karshiteje? Sepse na jemi shoqëri që kur të shprehim mendimet edhe kur kundërshtohemi ose kundërshtojmë, kjo edhe sjellë faktikisht edhe situata të sikletshme, sjell edhe mosmarrveshje, mund të shkojë ndoshta edhe tek prishja e raporteve me njerëz. Nuk është shumë ka ndodhë, shumë kujtojt në shtatë, e di që kemi kundërshtime, e para që duhet thjesht me theksu që kundërshtimi nuk është grindje. Do të me bo pak që dalem, se njerëzit me njerë mendojnë që në momenti që ti e kundërshton dikën, me njerë ti po ki grindje me ta, apo pe abon përi nati, apo thjesht po do me ullë, me po ma poshtë se vetja jote personale. Unë edhe në shoqni temen gjithmonë e kena, po flasë me gjuhë popullore, nuk ja bojna rrafsh njëri tjetrit për kur gjë heq. Qoftë edhe për një veshje apo për një detaj, momentin që pyetëm, sot për shembull jam në intervistë, si të shkoj më tregojnë ku më ka mirë, ku më ka keq, ku më përmirësu. E mendon që si shoqëri kështu jemi shoqëri që funksionojmë me rrafsh? Shumica ta bojnë rrafsh edhe në profesion të punës me pa që je tu gabu, po më shumë mirë ke. Mu më ka ndodhur një rast, unë gjithmonë kam që mi marr raste nga jeta personale, hiç më larg se dje. Isha në autobus, nuk jam person që i ndëgjoj bisedat e tjerëve, po kur je në autobus, aty është vendi, t'imponohet. Kemi dëgju dashte ose jo? Dashte pa dashte. Ta shikisha mbrapa 2 zojna u takun rastisht me një familjarë, ajo maj ke ligjërata për një ekstem caktuar. Edhe këto tash ja bëjshin non-stop, po valla mirë ki qashtë, është shumë mirë ki. Momentin se i ka zbrit pi autobusit, po flas me zhargonin tyne, për më çfarë rëndse, për çka tha, për më çu shafa ti kot. Më thon, mu që kjo nuk më pëlqen, kjo është dyftërsi. Momentin që ti çdo herë mundesh mi shpreh ato mendimet e tua, se kanë herë unë jam as i tipe që shumë kam qef me ato sanet trosnjëre në sy. Edhe unë ndodh që 90% situata, sidomos te pjesa që nuk më njeh më shaj dyqysh që asi tipe që pikundërshtoj non-stop. Unë edhe të puna ku këmë punu ma herët, e jena ka një staf shumë i madh, edhe non-stop unë jëmë paragjiku për shqit pjesën që pikundërshtoj. Se unë nuk mujt me liu dikën që në sy, po shprejna kështu buk falesht, me të rajt, edhe të mja bo, po vëlla mire ki, po vëlla mire ki. S'ja mu, që ashtu, une një rast konkret tash vanë ndodhe, po ata një pacient edhe të kjo, jo s'kum bo kur gjë, ti je ajo që e shë, e prek, edhe e den të punën tonë e një shumë mirë. Edhe ti nuk mund është me kalu që ato, edhe automatikisht ti vjen për me kundërshtu që ato që hej, diçka s'është në rregull. Ti ke bo, po prapë se prapë janë ata tipa që ngulitin kom edhe nuk pajtohen me që ato që ka e thute. Shumë shpesh, kom qef, që mi kalu shumë raste, mos mi kundërshtu. Po prapë se prapë, unë jam qasi që nuk më në qëtu raste. Po pasaj kjo pjesa që vetëm me ju shmang ndoshta edhe e përbalës, po e quaj edhe hajt të mos flasë. Unë i përgëzoj ata njerës që mujnë që ashtu me kalu qatë situatë. Po sa është të dëmshme, mund
A mund të themi që më shumë dëmton përballja, kundërshtimi haptas apo ikja nga statat? Jo, çdo herë nëse kundërshton ti dikon je gjithmonë i keqe për çat mirë. Gjithmonë i keqe, se asnjë s'këshyr me nxjerr çat kontekstin e mirë për asaj që po kundërshton. Gjithmonë këshyrin me gjojt prapa via, jo po takoj nati, jo diçka pa gjojt prej asaj nuk e lojnë. E këta personat që ikin prej çatyne lafëv që bohen ose prej që aty në sanëv, ata gjithmonë kalojnë mas mirëte. Unë pajtona me Albanin, veç të pjesa gjithmonë kër e kundërshton tjetërin, dush me gjithë pak formë me mënyrën që shja thu. Se momentin kër e ki person pak ma të afer, dush me gjithë një metod pak ma të butë. Unë gjithmonë thëmë, e përmenda dhe ma heret e sekta, kër e ki një argument, e ki një mirësjellje, një edukat, mund është me kundërshtu. Po edhe një tipat që Albana da nuk i pëlqej, mu për shambull, mas im shumë afer, për marrë Albana shambull, po ta akumi për shambull për hirtë parë këtë momente. Po thot Albana diçka që mu së më pëlqen. Që ose nëse kom ditën që s'jom diçka në to, e kaloj. Edhe nëse ma avron veshin për shambull, se di që nështë asë kom e ta akumo kërë, thëm, hajtë se dhe nëse e ka gabim, mërë pe kaloj se s'po kom njerë vasët më marrë me to. Ama momente që di që kom për zëdit, shambull kolegët punës, e di që kom e kalu një kohë shumë të madhe me ta, qoftë në vend punës, qoftë me një trajnem, Vallajmë kërë e ka keqë, ja thëmë, deshti, unë e shprej me ndimin ta, veç gjithmonë mundona me gjithë metode ma të butë. A keni humë do njëherë diçka artënarë si pasoj e pse keni kundërshtuar? Po, unë e përmend në vendin e punës, momentin që e ku mbrojt grupin tem, për një avë ditë mu ka shtru prap në gjuhën popullore zullume, kontrola 100%, veç të odë, edhe mu ka zbrit roga, kështu që i kena pas këtu, po në nuk i kam problemën dhe sot në punën që e bëj, jo në ata aspektin e dasma, sa të jam shefë vend, po në aspektin tjetër që e kam, momentit që mu nuk më pëlqen diçka, gjithmonë mundona me dialog me zjedh. Sepse kjo është, to dhe kundërshtimit zjedhet me ante dialogut. Po dhe varet shka e kundërshton, se jo gjdo herë për shamull po foli tash në raport me punë. Nëse ti del edhe kundërshton shefin, ti automatikisht ti je i keq edhe si je i dejt për qatë punë, se ti spirën si servel shefe. Kjo ka qenë arqef se ke unë vendin e punës se përmendë. Arsyeja ka qenë veç për kundërshtima, që une nuk bëj diçka që une s'jem për me bo, ose une nuk bëj diçka që ty të pëlqam për me bo, une nuk e bëj. Ka gjeka për i kështash një tem, arsyeja pse shumica njerëzve sot nuk kundërshtojnë, qoftë në vendin e punës, apo ndërtona tjera, sepse preferojnë me qenë servel i personit në punë. Ose bojnë kompromise me vetën e vetë, nështë ta e din që nuk janë hiq për qatë kompromis. Shpesher nështë ta po vjen keq që bëdhëm me kompromiset e pesta, por për mos me hup një vendit punës, i servilosën dikujna, ose për ma rritë manal, unë që tonë karakterin tem nuk e kam, nuk preferoj as njëherë me pas, mi shku dikujna për shtati, veç pse aj po me dënë që e ka të një. Ama është ona tjetër probleme, pëse nëse ti nuk i servilës shefet, ti automatikisht keme dalë pi puna, po foli për një përsindje shumë të madhe të na. Së të na dush mu po paka shumë serveli shefa afto për me muajt qatë punë. Jo në atë kuptimin që ka do që të taj, po prapë se prapë dush mi shku për shefe. Në vend e puna, po egzistojnë edhe në theme edhe në raporte jashtë punës? Në raporte shoqënore nuk mund është me funksionu në këtë mënyrë, se mund është tem ju bo servel shokut ose shoqës, ose ndryshës funksionan, është ambient toksik. Atë puna kur vjen ka njerë detyrosh edhe qatë pjesë me a mund të dhejme që njerëzit janë më të prirur të kundërshtojnë jashtë punës se sa në punë? Pra në punë durojnë, bëjnë kompromis? Pjesa me madhe njerëzve, po mu po vjen me livdu pak vetëm po një kom të tika. Edhe në punë kur e shë që po mbot një padrejtësit pak të në shprehe, edhe nëse jam nëzërë për qatë, mu më ka ndodhë momente që kom qenë nëzërë për qatë rogë, ose kom majtë familje me qatë rogë, momentin që mu ka bo një padrejtësi, e kom gjetë metode ma të butë, qofë personalisht, qofë një mail zyrtare, e kom shprej pak natësin tem, edhe të e marë riskon që mujnë më mëshit prej vendit punës komplet. Se nuk ja vlen, unë e di që sa do bu fështirë me gjithë një vend punës, sidomos në rëthona që na po jetojna, po nuk ja vlen me që jetën tonë e dëmë, edhe me jetu me një vend, me punu edhe me jetu me një vend toksik, sepse ajo veç dëmton edhe në aspektin fizik edhe në aspektin psikologjik mos plasëm i qeq. Po për te i punës, a mendoni që kundërshtimin do njëherë bët edhe me qëllim për të lënduar tjetrin edhe jo ndoshta për të shprehur një mendim real që e ka dikosh në lidhje me një stat?
Po që është zbëhet. Jo, varet prej tipet që pi drejtosh dhe atë qësh e marraj. Une nëse mu më kundërshton dikush mendimet mia, ose më punë të mia, une nuk e marrë për keq. A prapë se prapë une qëndroj pas asaj që jem të e bohen, po varet qësh varet kër e vri njerëzit që i tip ma emocional, ose kër e merë pak ma ofër zemrës, sidomos punën që e bën, momentin që e shet që e dënë shumë me pasen, do shta mundoh që ato me ta shku një thërës, e vështë të hajta shti këto mendime pak me overthink pak ma shumë, se nështë ta bjen kadale dhe ju ullet a i ritmi i punës që ka shumë njerë stil që ta bojnë, po njerës të ti... që së nga thanë, po unë jem nona e vakive, mu qasë ndohë, sidomos këtë punën që e kena me media, kushtrim të edhin edhe ma mirë njerëzit, sidomos kërë shohin që ti jetu i marë pak kratë dhe poetës në punën tonë, mundohen me dekorajun është edhe momentet fundit, qoftë për shambull pjesa kamerman vendarsma, ose qoftë dikush tjetër, të kërë ndim vetën, mu më ka ndodhë për shambull darsëm, ullë pak tonin e zonit se shumë po ushton mikrofoni. Kesha në personat kompetent me vete që më të regojnë drejt, është një umër shumë mirë i belifol dhe pak së s'ponje shumë. Po vetë me ta ullat vetë besimin, momentet fundit që ti nështë ta me dështu edhe me thonë që këtë djalli dështaj s'ke i mirë që ju e keni thonë, mu më ka ndodhë shumë. Po janë raste që ti kalon, dësh me pas unë i kam shumë nervat e gjana, durimin e kam dhe në fund, qëta e kam shumë nervat e gjana, që nuk kuptojnë me këta i ka nervat e gjana. Doroj shumë, më marrë edhe kërcnimi për kësa janës, edhe në anën tjetër, unë nuk e humbi kontrolën tem, deri momentit që unë prej këta man në ato pikat e mija të dopta, po prapë e kam një vetë kontrol që shqyqyr që e kam zdi, ma ka që zoti, nuk di vetë shqyqyr që... Albana ta që faktikisht të dyta, që jeni tipa që kundërshtani, ose jo gjithmonë vetëm sa për të kundërshtuar, po thjesht e shprehni mendimin e juaj edhe kur nuk është në përputhje me mendimin e masës. Por, a ka pas dhe një situatë që keni thënë, edhe pse ka ardhur me kundërshtu, e krejt keni pas argumente, për x arsye keni thënë ma mirë s'po flas. Edhe ndoshta keni pas edhe pasoj. Po, zakonisht për shkakun më ndodh te pacientat e me ose te ata, mundon që mi kalu sa aty në raste që të vjen një herë, dy eventualisht ki periudhë shkurt kohore dhe mundesh me kalu. Ose që keni rrok pishman pse nuk fola. Pse nuk fola shpesh herë, vjen marr, apo dan, pse nuk i thash, ose masi që i thon diçka tjetër, pse si ja thash edhe çto. As i raste ki plot, ama prapse është mirë mi thos sanet që qështë vinë. A ka kështu situata si Albana pëse nuk ja thash edhe qëta, ose pëse nuk e përmledha në këtë gjuhën e zhargonit? Ka pas raste edhe me pjesën e shoshnisë, unë nëse së më kujtojt që të moment, unë e të pak të nesrën se kjo paja. Ti u këti edhe njarë. Ose mi shkru. Mi shkru në qëzës më i lajt pak të si për mirë, si për keq, e kom fjallë. Më s'ta marëm gjithmonë në stekën e keq. Po, unë e sot që ka mendoj, e vërteta, shpesher nuk është qatë e bukur, sa mendoj njerëzit, edhe gjithmonë ata vendose me qëndru në atë konfidencialitetin e pjesës gënjeshtrës, njën ma rahat me gënjeshtrën, mirë po gudzimi ma i mirë, sot nuk është veç me thonë ti me folë fort, për shumë hajt veç për folje për ngriti zonin. Gudzimi ma i mirë, kër e kondërshton tjetërin, është mi qëndru në brapa asaj që po, edhe me pas argumente, jo që të arë me folë që ato që ty të vjen të goja. Se gjithmonë sa arë ku ta kondërshton dikon tjetër, ti dush me pas një argument shumë të fort, pse pe kundërshton, ose me pas një bazë krejtë kjo njësët, du me thonë, si ndën për emisionë ndryshme, kur vendosu me shku, kina qef me di teme që pakten, a dina me argumentu, apo me shprej një mendim të njerëzit. Sot më thirë dikush me thonë, hajde një debat sportiv të më falim derit. Ose politik. Për politik një me di. Sportiv të më ose s'di as dy fjallë një lidhë. Se do qoftë një falenderoj shumë të dëve që ishe sot në studio. Oraj që herën tjetër të kemi më pak i shkutimi se pasoj kundërshtimeve që i kemi me njëri tjetërin. Arpënori Sholla nuk kam i nëjse në hatri me më shkru ma vonë. Jo. Na, me dosave për mesës disa i kulturët. Tu i stash krejt shka ki. Herën e poshtë, na kom bashkë me Albanën në studio, kena pas, njerëzit kanë mendu që kena pas kundërshtime, s'flasën, për na kena kalu shumë mirë. E thash besoj që Albana ato kundërshtime që i ka pas, pajtohet me punën që zbën moderator, dasma pa moderator. Jo, ne prapë që ndroj që asaj që e kum do, pu. Si sham martu. Jo, në s'pudu moderator, do asë më në shiju. Kjo është shqie personale. Falenderit shumë të dëve, falenderit shumë.
Ishëm në këtë pjesë të emisionet për të diskutuar saj për këtë asaj se sa jemi shoqëri që kundërshtojmë haptas dhe sa durojmë. Nga këtë diskutim kalojmë në diçka tjetër. Nëse ka situata që krijohen si pasojë e kundërshtimit edhe që mund të shojnë edhe në prishje të raporteve, e dim vendin, e dim që burimi të gjitha këty